Gjykata e posaçme ka kthyer në SPAK dosjen penale ndaj një shtetasi rus, të akuzuar për dërgimin e një mesazhi kërcënues për bombë në aeroportin e Rinacit. Sipas gjykatës së posaçme, prokuroria e Tiranës kishte dalë jashtë kompetencës së saj duke hetuar rastin e rusit Vladislav Urban, pse hetimi ndaj tij për akuzën e kanosjes për kryerjen e veprave penale me qëllime terroriste duhet ishte regjistruar në SPAK. Mesazhi kërcënues i 44 vjeçarit Urban u dërgua nga Greqia në 2 adresa emaili të zyrës së menaxherit operacional në Rinas në shkurt të vitit 2023. Në vendimin gjyqësor zbardhet përmbajtja e mesazhit, ku rusi jo vetëm kërcënon me shpërtimin e një bombe nëse qeveria shqiptare nuk njeh Kosovën si Serbi, por pretendohet pekmarrje e 2 shqiptarëve. Përshëndetje, emri im është Vladislav Urban. Nëse po i lexoni këtë mesazh, atëherë ka një bombë në shtëpinë tuaj. Ju duhet të kërkoni nga qeveria juaj që të njohë Kosovën si serbe, që të mos shpërthej bomba. Dhe për të bërë si thash, unë kam kapur 2 shtetas shqiptar dhe po i mbaj në shtëpinë time në Greqi, në Neje Pivates. Nëse nuk respektoni, ata do të jenë në hall të madh. Keni 48 orë për të shpëtuar shumë jetë shqiptarës. Kosovoja Serbia. Hetimi i nisur nga prokuroria e Tiranës pas referimit të rastit tek antiterrori dhe kthyrja e postës së dërguesit, zbuloi se autori i tekstit ishte Vladislav Urban, i lindur në Moskë, Rusi dhe banues në Selanik, Greqi. Përmes bashkëpunimit me palën greke është mësuar se 44 vjeçari jetoni vetëm në adresën e pohuar në email, se vuan nga problemet të shëndetit mendor dhe se trajtohet me mjekim nga psikiatri. Nga verifikimet e bëra në apartamentin e tij, ka rezultuar se nuk kishte marrë ndonjë person peng, por rusi Urban kishte precedent të mëparshëm në kërcënimet me natyrë terroriste në email. Në janar të vitit 2023, ai ka dërguar emailin në aeroportin e Athinës dhe në një spital në Greqi me përmbajtjen "Jam Taliban" dhe "Në emër të Allahut do të vras grek". Nga verifikimet në Teams ka rezultuar se Vladislav Urban nuk ka asnjë hyrje dalje në territorin shqiptar, ndërsa ndaj tij është caktuar një masë sigurie arrest me burg në mungesë. Në shqyrtimin paraprak në gjykatën e posaçme, gjyqtarja Rudina Palloi arsyetoi se vepra penale për cilën është hetuar rusi është kompetencë ekskluzive e SPAK. Në këtë mënyrë, gjykata konstatoi pavlefshmëri absolute të kërkesës për gjykim të prokurorisë së Tiranës dhe kaloi dosjen në SPAK për vijimin e hetimit.